Ja ku jemi përsëri së bashku dashur miq, në transmetim të drejtë për drejtë me Supergol, kam përfunduar 2 sfidat e para, ajo e vlefshme për javën e 9 Abisnes Superiore midis Bylisit dhe Vorës. Bylis ka fituar me rezultatin 2-1 në një ndeshje që u duk më shumë miqësore për 2 skuadra që ishin në kërkim të pikëve dhe ku lojtarët edhe kur shënonin gol nuk festonin. Shumë e bukur për të parë dueli i kategorisë së parë midis Apollonis dhe Iliris, një barazim pa gola, e vetmja gjë që mungoi ishte goli. Jam sërish me Sokol Bulkun edhe me Dritan Mehmetin. Në fakt, do t'jemi pak në pozitë të vështirë për të komentuar sot teknikisht, sidomos ndeshje midis Bylisit dhe Vorës. Megjithatë, ja ku e kemi të shënuar rezultatin përfundimtar 2-1. Dhe shohim edhe si lëviz klasifikimi. Ju lutem Abisnes Superiore, klasifikimin. Bylisi ngjitet e kemi me 9 pikë. Bylis në vendin e 7, Vora mbetet në kuotën e 10 pikëve. Sokol, pozitë të vështirë jemi sepse ajo që na bëri përshtypje ishte Josa nuk u ngrit në asnjë moment nga stoli për drejtuar ekipin. Edhe Bellaju pa vërtet shumë pak. Një ndeshje po themi ku 2 skuadra që kishin nevojë jetike për pikë, pa grind, pa dëshirë, si që thash edhe në hapet emisionit, u duk më shumë si një miqësore. Pa dyshim ne parashikuam që ishte një ndeshje ku të 2 ekipet dhe jepnin gjithçka për gjithçka. Dhe në një farë mënyre anonim nga ana e Bylisit, duke ditur që fusha është një faktor shumë domethënës në të tilla ndeshje. Por të luash 78 minuta në mos gaboj në superioritet siç ishte Vora, dhe Bylisi nuk hasi ndonjë vështirësi ose pengesë dhe pse ishte me 10 veta, mendoj që këto ishin ato, domethënë, pikpyetjet ose pra pash, sidomos pjesën e dytë Vora nuk kishte një nerv, ishte me një lojtar më shumë, nuk kishte as ritëm, as nerv, as Bylisi gjithmonë zëvendësonte lojtarët mesushor dhe sulmues, pavarësisht se ishte me 10 veta, kështu që mendoj që ishte një mundësi e humbur nga Vora, duke ditur që do luante 78 minuta në superioritet numerik kundrejt një Bylisi që realizoi golin e parë me një logjik dhe golin e dytë me një goditje nga larg që ishte super gol, duhet me thënë që ishte një gol spektakolar, një goditje me precizion perfekte, por nuk mu duk ai reagimi. Pra ne kemi thënë që nëse Vora kishte një reagim në mënyrën më të perfekte ose në perfeksion me Elbasanin, pati një rënje me Dinamon, sot do më thënë nuk të regoj asgjë pjesën e dytë, gjithmonë flas për pjesën e dytë, por dhe pjesën e parë kishte mundësi që të reagonte më mirë. Ndoshta do të na zbuloj më shumë Josa edhe Bellaj në lidhje të drejtë për drejtë, vetëm pas pak do të jemi me kolegun Elban Hasani, por shkojmë në Loni Papuqiu, ku jemi me trajnerin e Iliris Smajli. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Smajli ishte një transfer të vështirë dhe duket sikur kishit studiuar mirë kundërshtarin, por mund të themi që jeni i kënaqur me këtë barazim duke parë dhe ecurin e Iliris që në 5 ndeshjet e fundit kishte arritur 4 fitore dhe 1 barazim. Realisht e kishim përgatitur ndeshjen, po themi në masën më maksimale të mundshme. Për kaq kohë sa kishim dispozicion, sepse 2-3 ditë kishim dispozicion, dhe ndeshjet ishin shumë në distancë kohë, pra ishin shumë afër. Patjetër na erdhëm për ta fituar ndeshjen, por realisht më vjen keq që nuk e fituam dhe një ndër arsyet kryesore sot ishte unë nuk më pëlqen të flas për arbitrat, por nuk rrit dot pa fol sot, sepse nuk na la për në asnjë moment që ne të shfaqeshim ose të interpretoshim lojë. Shumë falla inekzistente, shumë kartona. Duhet jeni të sigurt që ne kemi hyrë në kampionat t'i bën derë kampionatit. Kur them për t'i bën derë kampionatit, pra për të qenë drejt me çdo kundërshtar, pa se çfarë mund bëhet ose çfarë do bëjnë kundërshtar të tjerë, por realisht sot më vjen keq që arbitri nuk na lejoi për të zhvilluar lojën. Megjithatë, i kënaqem pikës, sepse kjo është fushë e vështirë, kundërshtari i fortë, por shpresoj që ne të jemi të respektueshëm dhe mos na shohin që Iliria ka hyrë në kategorinë e parë dhe mund të jetë kalimtare. Thash edhe më lart ne do të bëjmë derë kampionatit dhe duhet të jenë gjithë kundërshtarët të gëzuar që ne jemi në kategorinë e parë.
por realisht sot jam i mërzitur thjesht me arbitrimin. Pyetje nga studio. Po. Sokol Bulku? Përshëndetje Dritan, duhet të komplimentoj se është era parë që ne komunikojmë Përshëndetje. live, duhet të komplimente se keni ndërtuar një ekip konkurrues dhe ne kemi konstatuar këtë gjë dhe në studio dhe ju kemi komplimentuar sepse vërtet Iliria po bën një kampionat shumë të mirë. Pyetja ime është, pavarësisht kësaj që ju keni ankesa për arbitrimin, pjesën e parë pash ekipin që ishte me një blok të ulët dhe zbriti shumë poshtë, pra kjo ishte një strategji sepse edhe një pikë përballë Apollonis ju vlen shumë për vazhdimsinë, apo ishte vërtet kjo diferencë sepse u duk sikur Apollonia ju rrezikoi shumë pjesën e parë? Është e vërtet ajo që ju konstatoni Sokol, por po aq e vërtet që ne kishim përgatitur skuadrën faktikisht në këtë mënyrë, sepse Apollonia lën shumë hapësira mbrapa, sidomos tek linjat anësore, pra po themi tek dy mbrojtësat anësor dhe si strategji loje kishim që në momentin që ne fitojmë topit, qoftë tek linjat e qendrës apo tek linjat anësore, të tentojmë topin thellësi për njërin nga dy pykat. E vërteta është që nuk është se funksionoi, ndoshta një ose dy herë, kurse pjesa dytë besoj ishte ndryshe, sepse edhe ndrimet që u bën besoj që u munduan hyn lojë, por është ajo Sokol që them. Po ta shohësh nesër më shifsha disa situata tash në telefon, sa herë që ne u mundoheshim për turnis ose fitoheshim në duel, ishte 100% fall, pra arbitri jepte fall dhe nuk na lejonte që ne ta interpretoheshim lojën ashtu siç unë e kisha menduar. Pyetja tjetër, tani duke parë që po mbaron faza e parë ose është në fund të ky rrugtimi që keni bërë deri tani, a ju jep besim pra do keni një vazhdimsi duke parë gjithë ekipet e kategorisë parë, besoni se do ja dilni në objektivin tuaj, sepse mendoj në fillimin e kampionatit nuk e keni pas këtë objektiv që t'jeni në 6 ekipet e para. I ekipi ju a jep të drejtën pra duke parë gjithë të... Shiko, kampionati është shumë i fortë dhe kjo është realitet. Kundërshtarët janë shumë të fortë, të gjithë kanë investuar në organik. Është e vërtetë që ne nuk është se kemi vënë një objektiv, po themi o do dalim o s'ka në superiore, por ideja është Sokol që ne duhet na respektojnë për këtë që po bëjmë. Ti je i sigurt që ne do jemi drejt që nga java parë që ka filluar dhe deri në javën e fundit ne do jemi në garë dhe do bëjmë një garë të ndershme dhe të drejtë, që mos t'i lëmë hapësira askujt që të luajnë kurrizin tonë. Do të thotë kjo, Dritan, por unë besoj do të jemi drejt, do të bëjmë një garë të drejtë. Dritan, më dëgjon. Pra ti thua ne do të jemi drejt, do të bëjmë një garë të drejtë. Çdo të thotë që të tjerë nuk po bëjnë garë të drejtë. Të drejtë. Po pat shiko, Hygerta, ne kemi një jetë në sport. Shqipëria është e vogël. Dhe çdo gjë ndodh. Tash ku ka zon nuk ka shpagjan, si thënë asaj fjalës urtë. Megjithatë unë pranoj thash që ne do jemi drejt deri në fund. Ju do e shihni gjatë rrugës se sa skuadra do të jenë të shtrembërta në garën e kategorisë parë. Jo, ne këtu jemi në transmetim drejt për drejt edhe i shohim gjërat aq qartë sa nganjëherë na duket sikur na thyen inteligjencën. Por që më pëlqen kjo deklarate jote, kështu që komplimente. Faleminderit. Tan Mehmeti. Unë doja vetëm ti uroja trajnerit Smajli, sepse është edhe hera e parë, besoj në kategorinë e parë, dhe për vetë faktin edhe presidentin duhet ta uroj sepse kishte një nisje jo pozitive përsa i përket rezultateve jo interpretimit lojës, dhe besoj se ka bërë gjën më të duhur presidenti i skuadrës që e ka mbrojtur me forcë trajnerin dhe i uroj vetëm suksese. Shumë faleminderit për sa. Përshëndes. Dritan, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe shumë suksese në vazhdim, sepse Iliria tashmë është një realitet i bukur i kategorisë së parë. Komplimente.
Faleminderit dhe punë të mbarë. Dhe do të shkojmë nga Fieri në Balç, aty ku kolegu Elban Hasani është me trajnerin e Bylisit Mirel Josa. Përshëndetje profesor, urime për këtë fitore. Faleminderit. Josa, për ta nisur ndoshta që nga sfida përballë Elbasanit te kjo përballë Vorës sot, sërish mbetet në inferioritet numerik. Por sot dilni të fituar. Çfarë duhet korrigjuar të paktën për këtë pjesë? Ne duhet të shohim fazat e lojës. Fazat e lojës në ndeshjet qoftë ndeshjet që kanë mbaruar, qoftë ndeshjen e sotshme, që kanë mbaruar tërsi. Më vjen keq që të mbetemi me inferioritet numerik në një moment kur edhe Vora kishte zhvilluar një farë presioni ke ne, dhe në momentin e rastit kartonit kuq, mendoj që ishte një karton i kuq i drejt, ne krijuam vetë situata duke pas topin në zotrim, kështu që nuk kanë që bëj, nuk e që bëj këtu në situatave, por problemi është që skuadra po përgjigjet deri diku, nga si duket problemi është që të mesim me 10 lojtarë dhe të luajmë një farë futbolli që ne kërkojmë. Unë jam i knaq, isha i knaq pavarësisht se ne shënum, isha i knaq edhe me barazimin. Në momenti që skuadra na doli mbetëm me 10 lojtarë, ishim në inferioritet numerik. Por pjesa dytë pastaj për mendimin tim golin e pësum në moment shumë të keq për ne. Nuk mërkum ashtu siç duhet nga topi që erdhi nga krahët, dhe më të them që loja mund të kishte shkuar ndrysh. Studio. Sokol Bulku. Përshëndetje profesor, urime për fitoren. Në minutë 16 mbaroi loja pra nga ana taktike dhe nuk kam shumë pyetje për këtë gjë. Vetëm dua t'ju pyes, e filluat pak keq lojën pra, duke ditur që kishit emergjencë për pikë dhe kishit një uri për ta fituar ndeshjen, sepse këto 3 ndeshje ju keni bërë një paraqitje shumë të mirë dhe keni qenë një kockë e fortë për kundërshtarin. Ishte ndërtuar gabim fillimi lojës apo lojtarët patën një presion nga se pash Vorën të impostuar shumë lart? Dhe pyetja e dytë është, tha që mund të isha i kënaqur me barazimin dhe është normale kur je me 10 vet, por një përgjigje të sinqert, të gjitha zëvendësimet i bët në pjesën përpara. Kjo tregon që e keni dashur këtë fitoren për ta marrë sot. Normal që zëvendësimet i bën pjesën përpara. Do të kemi parasysh që lojtarët kishin lodhje edhe nga ndeshja e kaluame. Unë jam shumë dakord me ty që mbaroj loja nga ana taktike, por edhe kur luan me një lojtar mangut mund të veprosh taktikisht për t'ju kundërvojë një skuadër. Thjesht ne do ta kishim interpretuar më mirë lojën, sidomos në qendrën e mezit fushës, sepse e dim shumë mirë që cilësinë e lojtarëve që ka Vora dhe mënyrën se si luan Vora futboll. Megjithatë patëm shansin, sepse ngaherë golat edhe mund mos vinë, por patëm shansin që u bë një gol aq që mund të ishte një gol i bukur që shënoi lojtari jon, dhe aty më të them që u përkujdesëm më tepër për sa i përket rezultat. Dritan Mehmeti. Urime profesor për fitoren, unë doja të theksoja vetëm, sidomos të përgëzoja mbas ndeshjes me Elbasanin, edhe pse me 10 lojtarë keni interpretuar një pjesë dytë shumë mirë dhe keni shkuar drejt barazimit në atë ndeshje. E mendoje për sot këtë Vorën edhe pse ishit inferioritet numerik me kaq pak grind? Vora nuk është problemi se ishte me pak grind. Vora ka futbollistat të cilët e interpretojnë mirë lojën për sa përket ndërtimit të saj, dhe kemi pa edhe në Elbasan
që ktheu rezultatin po më të njëjtën mënyrë, pavarësisht se s'kishte inferioritet numerik brenda, por e ktheu me pasime të shkurtra mezin e fushës dhe detyroi Elbasanin që të sot mundot edhe kjo me ne pati disa momente të cilat normalisht edhe ne nuk e interpretuam ashtu siç duhet, sepse kur ke një mbrojtje të vendosur me 4 mesfushor, aty duhet ishim shumë të ngjeshur në mënyrë që të lejonim që të shkonte topi në krah dhe nga krah të ishim shumë të përgjegjshëm për sa i përket sulmeve të kundërshtarit në portën tonë. Profesor, nuk dukeni fare entuziast për këtë fitore dhe gjatë gjithë ndeshjes u pati ulur në stol, në asnjë moment nuk ishit aktiv për t'i dhënë, po themi, direktiva lojtarëve. Pse kështu? Direktivat ju ishin dhënë lojtarëve, thash që mos t'i japi direktiva, po t'i japin direktiva ndihmësit e mi. Nëpërmjet meje, normalisht. Okej. Të falenderoj, urime për këtë fitore. Edhe unë ju falenderoj. Ndërkohë na bashkohet edhe Klajdi Kola. Ka shumë raste kishte më Viola që u vonove? Kishte 3 raste, me thënë drejtën, gjithsesi rastet kanë qenë të diskutueshme, kanë qenë edhe për të riparë në monitor të madh nga ana ime, kështu që të kemi vendimet sakta. Do kemi disa pamje për të komentuar. Jemi me njëherë me Arjan Bellajn, trajnerin e Vorës. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe njërë Gerta, atëre Bellaj, sa i kënaqur je sot nga impenjimi i skuadrës? Si jam fare i kënaqur, se besoj se ndeshja u humbë, do me thënë humbëm atë qejfin, dëshirën, duke u kënaqur nga ana psikologjike të kartoni kuq, duke ditur që Ballshi e kishim thënë ndeshjet brenda, si me Egnatin, si me Vllaznin ka humbur shumë vështirë, si me Elbasanin, edhe me Elbasanin me 10 lojtarë ka luajtur shumë mirë, edhe barazoi me një gol që nuk u quajt. Aty unë besoj edhe ajo dëshira që ta bëj unë, ta gjuaj unë, mos shkojmë shumë shpesh, mos finalizojmë shpesh, në goditje standarde nuk ishin të saktë fare. Kjo erdhi si rezultat edhe me mungesat që kemi, edhe me dëmtimet që na vinë gjithmonë, njerë një futbollist, njerë tjetri, por të gjithë duhet jemi të gatshëm, ky është futbolli. Nuk duhet të themi se mungon Bellaji dhe s'duhet të luajë dikush tjetër. Duhet jemi të gjithë të gatshëm që të japim maksimumin në çdo ndeshje. Jo vetëm kjo e sotmja, po që më e mirë, kjo është plak, që të rrimi çik me këmbë në tokë, mos mendojmë se u bëm dikush, duhet gjithmonë të shikojmë sa kemi lartësinë tonë, mos e çojmë shumë kokën lart. Edhe kjo, besoj kjo humbje sot na ul tamam me këmbë në tokë, duke ditur programin që fillon që nga ndeshja nga java tjetër me Partizanin, dhe ndeshjet që janë në vazhdim, që janë prap fillon nga e para dhe është një kampionat më i vështirë, duke ditur se tabela në atë zonë që jemi ne është shumë e ngjeshur. Studio. Sokol Bulko. Përshëndetje Arjan, është e vërtet që u pa një Vorë që nuk ishte shumë grinte dhe dëshirë dhe normalisht ose realisht kartoni kuq pati efekt të kundërt. Normalisht duhet kishte efekt pozitiv. Por duke u futur pozitiv kishte negativ. Po pra, duke u futur në anën teknike ose taktike, gjithmonë keni krijuar një partneritet midis Kasallas dhe Karicës, po gjatë pjesës parë me zbritjen e Dalipit midis dy mbrojtësave, Kasalla u bë një organizator i poshtëm dhe Tabaku ngjitej lart, pra dhe nuk kishte atë mbështetje në fazën sulmuese, sidomos kur ekipi ishte edhe në superioritet numerik. Shiko, ne kur ndërtojmë lojën gjithmonë Kasalla luan teç me të futem në anën taktike, në anën teknike. Luan teç me Gjulion, Dalipi është gjashtë i pastër që në organizon nga mbrapa, po ne mundohemi duke futur në treshe të hypim prapin edhe zonën, dhe Kasalla nga që topin e njeh shumë mirë, na organizoi gjithmonë lojën edhe nuk bëri keq, bëri mirë, po edhe ai kishte një problem me dhëmbin nga ndeshje parë, ka 3 ditë te dentisti dhe ishte pa dhëmb, ju nuk e keni parë, edhe nuk ishte atë freskin që duhej, pasi edhe dje në darkë edhe sot mëngjes jemi marrë vetëm atë, po nuk është, ka bërë shumë mirë për mua në atë rol, duke marrë topin, duke organizuar, thjesht e penalizoi dhe pak fusha, ishte një çike rënd për Kasallën, se Kasalla është një lojtar teknik dhe pak i lehtë, po megjithatë jam i kënaqur nga Kasalla. Gjulja kishte atë urdhër që të hypni më lart, që të shtynim gjithmonë më lart, pasi ishim
ishim me 10 lojtarë dhe dikush duhet të hypte, i fola shumë herë dhe Kasada se Dalipi duke ndruar lojtarët Kasada të shkonde të merrte stoperin dhe Dalipi të mirte numrin 600 e Ballshin për Gjonin, edhe u vonuam ta bënim këtë gjë. Po, e di pse të pyet Arjan se në pjesën e dytë ndryshoi direkt, pra Tabaku u kthye si organizatori poshtëm dhe Kasala u ngjit lart. Për këtë pyeta, ndoshta ishte strategji apo Jo, ishte, kemi thënë dhe pjesën e parë këtë, duke ardhur Dalipi më lart dhe Kasala të shtyhet akoma më lart, po u bë një herë, dy herë pjesën e parë. Pjesën e dytë, duke u futur në dhomat e zhveshjes, ishte urdhër që duhet të luanim kështu. Tani pyetja e dytë është sa e vështirë është për një trajner, se unë e kam provuar vetë, kur pjesën e dytë të gjithë lojtarët nuk kishin atë dëshirën ose ritmin e dur, pra se ne pak a shumë e pam nga jashtë sikur ekipi nuk kishte dëshirë për ta fituar këtë ndeshje ose veprimet ishin të sforcuara, pra se ndodh që mund të jenë 3-4 lojtarë, por me çfarë pash pjesën e dytë ju detyruat dhe zëvendësuat Bardhin, pra hoqet një forcë sulmuese duke ditur që ishit dhe në superioritet, pra është e vështirë për ju ose ndikon tek vazhdimësia flasa, nuk flas se kjo ndeshje mbaroi. Shiko, ne e kemi filluar gjithmonë me pjesën e parë jo mirë, pjesën e dytë mirë. Ky është futboll, edhe nuk mund ta dish kur do luaj mirë, kur do luaj keq, po pjesën e dytë është sikur kemi luajtur pjesën e parë të ndeshjeve të tjera. Në mungonte ajo freskia, shpirti që kishin pjesën e dyta të ndeshjeve të tjera. Dritan Mehmeti. Përshëndetje Arjan, unë të kuptoj shumë drejt edhe vështirësinë dhe pozicionin kur skuadra nuk ka dëshirën, vetëm sepse doja të bëja një pyetje, përderisa ishit superioritet numerik juve, keni qenë me Elbasanin dhe keni bërë një interpretim shumë të mirë të lojës, sidomos pjesën e dytë duke spostuar Bardhin mbrojtës i djath, i cili është një lojtar me cilësi shumë të mira fizike, po dhe teknike që fiton shumë hapësira edhe me mbi vendosje. Ndoshta mund të edhe ta provonit sot këtë? Edhe Daka, si winger besoj kemi në vend të Bardhit, se Bardhi është një futbollist shumë i mirë sigurisht, po edhe Daka na ka ndihmuar dhe ka bën mirë si winger i djathtë. E provova edhe me Dinamon Bardhin duke hequr zonën, duke bërë të njëjtën manovër, hoqja zonën, u fut Bardhi, u fut Daka, po nuk dham atë që duhej. Është edhe lodhje fizike sigurisht se janë të njëjtët futbollistë që luajnë dhe Bardhi besoj se nga ato matjet që ne kemi çdo ndeshje bën nga kilometrat më të shumta, edhe gjithmonë edhe nga ndeshja me Elbasanin kishin probleme, sidomos tek pas kofshës, nuk e di si ta them në shqip, edhe nga këto u detyrova që ta ndroja, asgjë tjetër, pa isha shumë i kënaqur se bëri shumë mirë. Mirë, Bellaj, të falenderoj edhe shumë suksese në vazhdim. Ndërkohë, Alban, lojtari i ndeshjes është Sanogo, apo jo? Vetëm një moment e Albani që ta përshëndesim, është Sanogo, autori i golit të fitores të Bylisit, po me që është një lojtar që ne nuk e njohim shumë, ndoshta edhe më dëgjon Alban? Jo, po i Gerta, do t'jem për pak me ju me Sanogo. Okej, mirë atëre. Mirë, faleminderit, kthehemi edhe njerë në Fier, ku tashmë do t'jemi me zëvendës trajnerin e Apollonis Nuredin Orelesi. Për shëndetje edhe nuk e di sa mund ta uroj për këtë barazim. Nuk kemi zë në studio, ju lutem, regjia ma korrigjoni këtë problem, vetëm një moment, ju lutem, sepse nuk e dëgjojmë në studio. Okej, do të presim vetëm pak momente. Ju lutem, ma konfirmoni nëse do të kemi zë. Më dëgjoni? Atëherë për momentin nuk i dëgjojmë, do të lidhemi vetëm pas pak, nëse jemi gati me Sanogon, mund të shkojmë sërish në Ballsh me Alban Hasanin, nëse jo, do të presim vetëm pak momente. Klajdi, jemi gati apo të diskutojmë ato pamjet? Gati jemi. Gati jemi. Gjyqtar kryesor Ditmir Grinci, për të përmendur pjesa e parë deri në minutën e 55 është luajtur pa praninë e sistemit VAR, sepse ka pasur problem teknik, linjat nuk e di. Dhe pjesa e parë deri në minutën 55 ka qenë pa sistemi VAR. Momenti i parë i diskutueshëm ose jo, është kjo rëmbim topi nga ana e futbollistit të Vorës ndaj qendërmbrojtësit të Bylis, është ndëshkuar menjëherë me karton të kuq për heqje mundësisë të qartë shënimit golit.
Në momentin që futbollisti I Vorës pëston fallin, ka qenë I vetëm dhe futbollisti tjetër ka qenë paralel me mbrojtjen dhe nuk ka pasur mundësi që të sulmoj apo jo futbollistin e Vorës. Dhe për këtë arsye gjykoj që është I drejtë kartoni kuq. Sepse ja ka marrë topin në mënyrë të qartë dhe ka pasur në zotrim topin. Nuk është se I ka ikur larg nga kontrolli. Duket edhe që Abaza këtu ka goditur. Ja, për fallin, okej, nuk diskutohet, po thjesht diskutojmë mbrojtësin I cili është më afër me Abazën. A ka mundësi ai të përfshihet në aksion për të bërë kartonin e kuq të vet. Kartoni I kuq I saktë gjykoj. Stop kamera, Klajdi Kola, kthehemi edhe njerë në Fier me Nureddin Orelesi, zëvendës trajnerin e Apollonisë. Ndjes edhe njerë tjetër Gerta, jam me zëvendës trajnerin e Apollonisë, Nureddin Orelesi. Përshëndetje Gerta. Një përshëndetje posaçërisht për ty Gerta nga Nureddin Orelesi. Orelesi, how do you rate this draw against Illyria? Point gained or to lose point Apollonia? Pra pyeta si e vlerësoni këtë barazim ndaj Illyrisë, ishte një pikë e fituar nga Apollonia apo 2 pikë të humbura? We lose 2 points. Besoj se kam humbur 2 pikë. Our player play very good. Luajtëm shumë mirë. And we deserve to take our 3 points. Dhe mendoj se me këtë lojë meritonin 3 pikët. We get 1 point. We don't need to give up. We need to put our head Nuk duhet të dorëzohemi, duhet të vazhdojmë përpara. To continue the next game. Të mendojmë për ndeshjen e ardhshme. To get our 2 points back. Të mendojmë për ndeshjen e ardhshme dhe të rikthejmë 2 pikë. That's what I can say today. Dhe besoj se do të jem tepër I kënaqur. What do you think that the team what was the main factor that the team did not score today? Pra cili ishte faktori që ekipi nuk arriti dot të shënonte sot? I don't think we lack anything. Besoj se nuk ishim fat. We just need to finish the goal. Duhet të kishim përfunduar në çdo aksion që kishim. Duhet të ishim më agresiv, më të përqendruar, por nuk duhet të ulim kokën, nuk duhet të dorëzohemi dhe të mendojmë për ndeshjen e ardhshme. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje. Në fakt Orelesi tha jo që nuk kishim fat, por që nuk na mungoi asgjë në fakt. Pra, gjithçka shkoi mirë, vetëm goli, për të qenë të saktë me atë që tha. Sokol Bulku ke ndonjë po shumë shkurt, ju lutem, se vështirësi për. Jo, edhe unë dua t'i bëj komplimenta sepse sot vërtet e dominuan ndeshjen dhe ishin të pafat, është e vërtet që mungoi finalizimi, por do keni edhe ndeshje të tilla kur kundërshtari zbret shumë poshtë me një blok të ulët. A do keni ndonjë plan B për ta konkretizuar pra gjithë të punë, gjithë të manovër sulmuese, gjithë të volum loje që bëhet sot? Yes, we have plan B, but we cannot Kemi një plan B, por nuk mund të jap më tepër hollësira. Nuk mund ta tregoj. Yes, we have plan B, it's normal, but we cannot say it out until we get here, we get defeat. But believe me, next game. Por më besoni, ndeshjen e ardhshme ne do të bëjmë më të mirën. Mirë, edhe unë kam një pyetje, duke qenë se pas ndeshjes pam Umejegon, që ishte duke bërë stërvitje pas ndeshjes me lojtarët. Pse nuk po aktivizohet? Është I vërtet lajmi që është I dënuar nga klubi? It's not activated. Is the truth that the news is absent and the club punished her about No, he's part of team. Again, please? No, he's part of team. No, është pjesë e ekipit, thot. Po pse nuk aktivizon pra? So after the game, all the rest players need to train together. That's why you saw him. Why did you not activate? He's activated already. He's part of team. We train together, Vetëm kaq mund të është pjesë e ekipit, stërvitet, por kjo gjë është pjesë e klubit dhe lojtarit. Mirë, e falenderoj shumë, I kërkoj ndjesje e vura në pozitë të vështirë, se edhe më përshëndeti sot, po këtë detyrë kemi. Faleminderit shumë, do të shkojmë edhe njerë në ballë, ku na pret Elban Hasani me Sanogon, që dua ta komplimentoj jo vetëm për golin, edhe për cilësinë e golit, por edhe për fitoren.
Po, Gerta, jam me Sanogon, është lojtari ndeshjes, një super gol sot. Unë do ta pyes pasi ende nuk e kemi parë ndoshta cilësitë e tij më të mira, sa i lumtur është për trofeun, për 3 pikët dhe si ndihet në qytetin e Ballçit, te skuadra e Bylisit. Est-ce que tu comptes ici au match? Est-ce que tu comptes pour le but qui... Je suis très content ici. Je viens d'arriver, mais il montra qu'il vient à partir du président, l'équipe de supporters. Jam shumë I lumtur për të këtu në Ballçë dhe për 3 pikët që morëm sot. Et lui, le but, je suis très très content, c'est ce qu'il cherchait et j'aime vraiment trop aider l'équipe. Jam shumë I lumtur për golin që bëra, që dhe e kërkova dhe vetë. Et je suis content de pouvoir aider l'équipe et j'espère aller dans le prochain match aussi, je vais tout le temps continuer à aider l'équipe. I uroj dhe ekipit që ndeshjen e tjetër të marrim 3 pikët përsëri. Thank you. Okay. Gerta, ishim me intervistën me Sanogon nga stadiumi Adush Muça. Faleminderit Alban edhe për këto intervista edhe për komentin e kësaj sfide. Ndërkohë, kthehemi edhe një herë, kam përshtypjen do të jemi përsëri në Fier, do të jemi me Dashamir Xhikën, portierin e Iliris, që është shpallur nga Drejtoria Teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit si lojtari më I mirë I kësaj ndeshje, po në pritje për t'u lidhur sërish, Klajdi kështu e kemi me stacione tani. Unë rastet kam përshpjeguar. Bëjmë stop, shtypim play përsëri. Rasti parë, vendimi gjyqtar, vendimi I drejtë I gjyqtarit. Ishte kartoni kuq. Momenti I dytë, pastaj këtu kemi një penalti të padhën. Është qartë në këtë pamje duket prekja e topit me Bryl. Fillimisht nuk kam menduar se ka qenë me shpinë, por kjo pamje tregon sakt që kemi... Unë duket në shpinë. Edhe mua, a shumë duket në këtë pamje duket shikoj Bryli I lartë? Jo, Bryli është lartë, po mu më duket sikur shkon topi në shpinë. Jo, në Bryl? Okej. Edhe unë do kisha shumë dëshirë të kishte shkuar në shpinë që mos të penalizoj ekipi arbitrave, gjithsesi këtu një vendim edhe një mendim nuk e di ka dhënë apo jo asistenti, sepse është midis të dyve, midis asistentit. Po në qoftë se ka shkuar në Bryl, shiku është asistenti, pas ka pamjen prandaj them që akull të pastër. Se mirë ne këtu në këtë kënd, po themi që është e vështirë ta shohësh. Unë e kam parë live, e kam ripar, e stërpar dhe në telefon dhe më zhduk në shpinë. Kur e kam parë, pastaj në monitor tek montazhi, aty jam... Kjo pamja e afërt më shumë... Ja, këtu duket saktë. Jo, vetëm këtu, se ta pamja e afërt s'duket asgjë. Dhe po të kishim funksionin e sistemit VAR, patjetër që do të jemi 11 metrash për varën. Një informacion ekskluziv që ne kemi për super golin dhe për ju I Gerta, është që është futur dhe përdorimi inteligjencës artificiale për pjesën e pozicionit jashtë loje. Tashmë, arbitrat e sistemit VAR, kur kemi të bëjmë me pozicionin jashtë loje ose jo, vendosin vetëm 2 futbollistët do të thënë futbollistin e parafundit dhe sulmuesin. Dhe të gjithë procedurën tjetër e bën sistemi VAR nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pa I nxjerr vetë vijat. Nëse kemi raste shumë milimetrike apo centimetrike, atëherë bëhet edhe një double check nga ana e gjyqtarëve me sistemin e vjetër për të vërtetuar që ka qenë pozicioni jashtë loje apo jo. Bukur shumë. Në rastin e golit, kemi pasur ardhjen e sinjalit të sistemit VAR, pra është rregulluar këtu asistenti ka ngritur flamuri për pozicion jashtë loje, ndoshta ka marrë konsiderat, ka pasur apo nuk ka pasur prekje nga numri 10 për pasimin e fundit për të shënuar gol. Sistemi VAR ose teknologjia ka nxjerr këtu duket që është në linjë, është brenda linjës dhe është pozicion I rregullt. Kanë kontrolluar arbitrat e sistemit VAR, ka pasur apo s'ka pasur pasim nga numri 10, nuk ka pasur, kështu që goli ka qenë I rregullt. Këmë duk se ajo me midis Realit dhe Barcelonës, po nejse. Mos na pyet për atë. Këto raste kanë qenë. Këto raste ishin. 2 raste dhe goli offside. Dhe goli offside. Në ndeshje midis Apollonisë dhe Iliris nuk ishte raste. Mirë, tani nuk mbarove punë, se kemi një 2 pamje të tjera që do të diskutojmë edhe me Sokol Bulkun edhe me Deritan Mehmetin. Shohim pak pamjen e parë, më ndihmon regjia. Në minutën e 47 është Arbersino, trajneri I portierëve, që shkon te zëvendës trajneri dhe I vë telefonin në vesh. Atëherë, sipas rregullores, nëse në fillim të takimit është njoftuar delegati ose vëzhguesi I takimit dhe arbitri katër që do të pajisen, do të lejohet pajisjet elektronike, atëherë sipas rregullores është e lejuar që të përdoren. Po.
shumë bukur me rregulloren. Mund të përdoren dhe për GPS. To zakonisht përdoren për kur është për shembull trajneri kryesor i dënuar. Ose për trajneri portierëve me zëvendës trajnerin gjatë zhvillimit të ndeshjes, çfarë kuptimi ka? Ose mund të përdoren në sistemet moderne që kanë ekipet për të parë lëvizjet e GPS-it të lojtarëve. Pa i nuk po shef, a i po dëgjon. Ose për të marrë informacion nga videoanalistët për lëvizje taktike në fush. Këtu nuk kam informacion. Gjatë ndeshjes do i merr me këta. Gjatë ndeshjes. Po zakonisht do merr me mesazh. Mirë. Me mesazh. Si duket është kështu në vesh këto lëvizjet e GPS-it. Tani shohim pamjen e dytë që ka për protagonist përsëri Arber Sinon, trajnerin e portierëve. Ju lutem regjia, pra shënohet ky super goli i Sanogos dhe shohim Arber Sinon që në vend që të gëzoj se kujt i vërtet aty. Tani, Klajdi, nuk është se po të kërkoj ty, llogarit të ndoshta është goli dhe tani që ma shpjegoj se unë nuk e shpjegoj dot. Pra, në vend që të gëzoj ekipi, se prandaj e thash miqësore që nuk gëzoni në shënimin e golave, edhe duhen thënë ca gjëra hapur, këtu shohim sikur i të riqet veshi dikujt, po se kujt? Nëse është SB trajneri që po qesh atje, Arlit Rustemi. Që është i gëzuar thua ti për golin. Po. Ha mos Okol, ke ndonjë gjë për të thënë? Tani, Jo, tani do doja të kisha presidentin. Unë kam shënuar... E Bylisit në lidhje direkte, në që të na pyes edhe njëre, pat ndeshjen? Kur kam qenë lojtar, kam shënuar një gol minut 94 kundër Vllaznis, Qemal Stafa, dhe fitum 1-0. Dhe jo vetëm stadiumi, po është ngret gjithë bankina, lojtarët kanë hyrë në fush, pra në të tilla raste, kur bëhen gola spektakolare, entuziazmi është në maksimum. Aq më tepër që është një gol 3 pikësh. Po pra çfarë halli ka Gysino se kuptoj. Duke ditur dhe Titani mund ta marrësh me. Çfarë halli mund të ketë? Me thënë drejtën, për sa i përket repartit të trajnerit portierave, unë nuk merrem fare, domethënë, edhe nuk di të jap shpjegim, domethënë. Gjithsesi këto janë pamje të pastra, pastaj konkluzionet le t'i nxjerrin vetë edhe publiku, por që nuk mund t'i themi të zezës të bardhë. Qëndrojmë tek ndeshja e pasdites, një super ndeshje midis Egnatias dhe Teutës, kështu që flasim për gjëra të bukura tashmë, lidhemi me Kristo Thoma, të cilin e kemi gati nga stadiumi i Egnatia Arenës. Përshëndetje Kristo. Përshëndetje Ygerta, përshëndetje të gjithëve. Egnatia Teuta tashmë është ndruar në një sfidë shumë të fortë. Ka qenë e tillë në fakt referuar rivalitetit të dy skuadrave, sepse ne do duhet kujtojmë sot është ndeshja e 21 mes këtyre dy skuadrave për sa i përket kampionatit. Dhe Egnatia ka fituar vetëm një herë në transfer në dhjetor të 2021-shit. Janë 13 fitore të Teutës dhe 6 barazime, pra këtu Egnatia në stadiumin e vet, në shtëpinë e vet përballë Teutës nuk ka fituar asnjëherë. Për më tepër janë dy skuadra që vijnë me vetëm një pikë diferencë, 15 Egnatia, 14 Teuta dhe me ditin golavarazh, 7 të shënuar dhe 4 të pësuar secila prej skuadrave. Është një golavarazh që gjen Egnatia në ndeshjen e 3-3, kështu sepse kujtojmë janë dy barazime 0-0 që vijnë njëra pas tjetrës, të cilat skuadra Rogozhinas e kërkon t'i lër pas, sigurisht duke kërkuar diçka më shumë në sulm. Mbrojtja me fort Teuta që kishte pësuar vetëm 2 gola deri javën e kaluar dhe 2 gola i pësoi nga Flamurtari vetëm në javën e kaluar që i bie në fundjavë, ku shënoi dhe 3 gola, nuk i kishte ndodhur asnjëherë në kampionat të shënonte më shumë se sa 1 gol. Janë këto trende që përplasen sot sigurisht në kërkim të pikëve, do të kërkojmë skuadrat padyshim më shumë. Egnatia mendoi sot fitoren përballë një kundërshtari si thash shumë të vështirë. Për të kaluar tek formacionet për skuadrën Rogozhinas do të jetë Dajsinali në port, do të kthehet të luajë Fangaj në dëtjat të mbrojtjes. Kthehet nga pezullimi Xhemaili në qendër të mbrojtjes së bashku me Sotën dhe me Ndrecën që do të luajnë në të majt. Do të mungoj Aleksi, ka plotësuar numrin e 4 kartonëve të verdh, do të jetë Fernando së bashku me Kryeziu në mesfush. Kthehet titullar Uçi, pak më përpara tyre në pozicionin e tij. Kthehet Albaneze titullar, do të jetë së bashku me Selmanin dhe Buric do të jetë në majën e sulmit. Për sa i përket skuadrës Teutës, do të luajë sigurisht Selmani në port. Tani ka një rol të veçantë Toli, që e nis ndoshta si djath të mbrojtjes, postohet pak më përpara kur
Teuta mund të luajë dhe me 3, specialistët mund të analizojnë pak më pas, do të mungoj Zhongos për shkak të kartonit të kuq, do të jetë Yazgji që kthehet titular së bashku me Gomez, mbrojtësin që po bën mjaft mirë në këtë kampionat, dhe për Gjoni do të luajë në krahun e majt. Do të jetë Votlaj dhe Maçolli një dyshe në mesfush, Fadajro do të jetë pak më përpara në krahun e djathtë, duke u spostuar ndoshta edhe paksa më në qendër. Do të jetë Boçi në krahun e majt dhe Vidal do të mbështes edhe një herë sulmuesi kryesor që sërish do të jetë Arifi, që bëri mjaft mirë, titular, sulmues kryesor në ndeshjen përba flamurtarit, edhe sot Djaloshi do të jetë në vajin e sulmit. Kreshnik Ciavi do të jetë arbitër kryesor sot në Rogozhin. Faleminderit shumë Kristo për raportimin. Me Kristo Thoma do t'jeni në komentin e kësaj super përballjeje në orën 17 në RTS Sport drejt për drejt. Atëherë, këta janë të përzgjedhurit e Tetovës, Sokol. Rikthehet Albaneze, i besohet përsëri Burić, edhe se është ai sulmuesi kryesor, me Bakayokon që përsëri është jo i preferuar. Ndërkohë nuk e di nëse ka ndonjë ndryshim tjetër në formacion. Tani, padyshim që jep një forcë shumë të madhe rikthimit Xhemailit në Prapavi, sepse është një nga ato lojtarët që është lojtari kryesor në ndërtimin e manovrës sulmuese nga poshtë. Është një mungesë, pra kthehet Xhemaili dhe mungon Aleksi. Pra është një mungesë shumë. Që edhe kur merr pak frymë Tetova që thotë shoqyri më kthej Xhemaili fap, i mbetet prapë. I merret fryma dhe mungon Aleksi. Determinant në të dyja fazat e lojës, pra është një lider në rolin e tij. Patjetër. Kemi kthimin e Albanezes dhe më duket djathtas nuk është Selmani, është Kastrati. Është përdorur përsëri Burić, edhe kjo kemi rast analog si me sulmuesin e Apollonis, pra. Me Bakayokon. Dënimi nuk duhet vazhdoj kaq shumë, sepse ekipi është domethënë po mbaron faza e parë dhe i duhet, pra. Në këtë rast një pyetje këtu, edhe pse s'ka lidhje, po ndoshta për ta sqaruar edhe për publikun. Jam dakord për shembull tek Ume Jegen në momentin që thuhet nuk do të rinovoj dhe ti e ul, po themi në stolë se nuk e përdor. Po në momentin që ti do ta çosh në një X klub, në një X shtet, një lojtar dhe ai nuk pranon, kjo ka të bëjë edhe me cilësinë e jetesës së lojtarit. Pra është si ta detyrosh që shkon në një vend, po themi që është afër luftës ose që mund të ketë problematika të tjera dhe ta dënosh për një gjë të tillë, më ka përshtypjen që duhet jetë pak edhe aprovimi i lojtarit në momentin e një transferimi. Tani kjo ndoshta ishte pak ndërhyrje që s'kishte shumë lidhje, po me që janë dy gjëra të ndryshme kam përshtypjen. Jo, në momentin që ekipi po shfaq mungesë finalizimi, pra për kundër gjithë lojës që bën me volumin ose me daljet nëpër krah ose me manovrën vertikalisht, i mungon ai sulmuesi gol. Pra Bakajoka ka qenë një nga lojtarët kryesor vjet në sezonin e vjetshëm në fitimin e kampionatit, kështu që mund ta anashkalohet kjo gjë, pra mund fshihet ajo. Një mendim edhe nga tani këtë për këtë çështjen e se tjetër gjë mos të duash të rinovosh, edhe po mos të duash të shkosh në X vend, po themi. Unë mendoj se duhet të ketë një emërus të përbashkët për sa i përket vetë arsyes dhe në këtë rast gjithmonë ka drejt klubi, por ky rast është pak specifik, sepse unë jap drejt lojtarit, përderisa ai nuk mundet dhe nuk ndjehet mirë që të shkojë në një vend të pasigurt, besoj se kjo duhet të jetë edhe klubi duhet ta mirëkuptojë lojtarin dhe për vetë nevojat, sepse ai lojtar po humbet, sepse ti ndoshta nuk e çon dot me zor në atë vend. Përse klubi mund të dojë të shesë edhe në Afganistan, apo nuk e di në një vend që është në luftë, kjo do të thotë që do shkosh patjetër. Ti po humb në dy frontet. Po humb edhe aspektin ekonomik, por edhe cilësitë e lojtarit sportive dhe ti mund të kesh mundësi që ai mund të fillojë të bëjë diferencën dhe mund të kesh një ofertë tjetër në janar në një vend tjetër dhe ti arrin ta kompensosh këtë të dyja. I merr dhe më të mirë, po edhe mund ta kompensosh sepse ai dihet që ka cilësi edhe ka qenë sulmues kryesor. Dhe besoj se këtu duhet bëj pak një hap prapa klubi për të mirën e të dyja palëve, edhe ta mirëkuptojnë dhe lojtarin. Po. Do një mbarove me komentin për formacionin? Jo, në rastin e Kryeziut dhe Fernando gjithmonë do jetë më afër pjesës përpara, pra në fazën sulmuese dhe Kryeziu do krijojë atë ekuilibrin që krijon Aleksi, bashkë me futjen nga qendra të fangajt, sepse është një lojtar që e bën atë rol shumë mirë, sidomos në aksin e qendrës, pra. Dhe kemi ndrecën Sotën dhe Xhemalin që do sigurojnë gjerësinë. Unë mendoj që
e pam të ndeshje me Partizanin, pra rotacioni, për shembull Albaneze ishte në stol, Ruçi ishte në stol, edhe pse vjen nga një moment shumë i mirë Ruçi me shënimin e golave, 3 pikësh, pra duhet krijoj atë stabilitetin, domethënë edhe Tetova, pavarësisht se ai e ka në karakter ose ka në ADN-n e tij që ti përdori gjithë forcat e tij, ndoshta në këtë ndeshje ai e di dhe forcën e Teutës dhe ka përshtatur nga fillimi këto lojtarë. Shkojmë ke ndonjë koment specifik për këtë? Për sa i përket mënyrës, edhe pse vendoset me sistemin 4-2-3-1, trajneri Tetova, ai interpreton ndryshe sistemin e lojës, manovrën sulmuese e ka me 3-4-2-1, ku vjen shpesh herë fangaj ai që prish linjat dhe futet në linjat gjysmë hapësirat e vertikale së fushës dhe besoj se kryeziu do të futet në treshen e organizimit manovër sulmuese poshtë me Sotën dhe Xhemalen dhe do ngjitet shumë lart me Gjersin, do ta fitojë me Ndrecën. Albaneze pastaj bashkë me Kastratin do të jenë 2 lojtarët që do të luajnë në gjysmë hapësirat vertikale të fushës, duke pas më shumë forca në sulm trajneri Tetova, sepse po ta shikojmë, Buriç është pothuajse një tipik nënç, por që në momentin që nuk ka atë mbështetjen e duhur, nuk arrin dot të finalizojë, sepse shpesh herë zbret shumë poshtë që të bëhet pikë referimi. Shkojmë tek Teuta, të përzgjedhurit e Enkele Dobit, një ekip që ka bërë mirë dhe në fakt Teuta është një mace e zezë në kuptimin e plot të fjalës për Egnatia. Po kemi, sistemi është 4-4-1-1 ose 4-4-2, kjo në varësi të situatave të lojës, kemi riktimin e ESG-s dhe një mungesë shumë e rëndësishme si që është Zhongo, që pati krijuar një kimi shumë të mirë me Gomesh në qendrën e mbrojtjes, tregon fakti që kjo skuadër ka psuar shumë pak gola. Nuk janë përdorur 2 pikat e referimit, pra ka lënë nuk ka pikë referimi me Arifin. Pra është një lojtar që unë e konsideroj si një aset i klubit Teuta ose i qytetit të Durrësit dhe mund t'i shërbejë edhe ekipit kombëtar. Pra është një lojtar që duhet t'i jepet mundësia. Nuk i është dhënë deri në ndeshjen me Flamurtarin dhe besoj që ai do justifikoj, do ketë mbështetjen e Vidalit dhe kemi të 2 qendrat, Votlaj dhe Macoli. Super. Pra janë lojtarë që kanë muskuj të dy, vrapojnë shumë, shpesh herë krijojnë rotacion, herë të riqet Macoli si organizatori poshtëm, herë Votlaj. Nuk ketë penduar Tetova që ka dhënë të Votlaj? Unë them po. Po, Teknikisht, se ja që ndodhë mungon Aleksi dhe du të zëvëndsoj kryezia. Përsa i përket mënyrës se si ka interpretuar trajneri Dobi sistemin e tij, unë mendoj që Arifi është një sulmues fals, sepse është tipik lojtar dhjeç, i cili ndoshta mund t'japi një pikë referimi mbrojtjes kundërshtarit, por zbret gjithë kohës në linjat e mesfushës dhe Boçi dhe lojtari Fadajro do kërkojnë dhe ndoshta mund dalin me një sistem 4-3-1-2 duke zbritur Vidalin mbas Boçit dhe Fadajrot, sidomos Arifaj është një lojtar me cilësi të jashtëzakonshme, ndoshta është djalë i ri dhe e ka pak të vështirë të luajë me shpinë nga porta e kundërshtarit, por ky pozicion që trajneri Dobi e ka pozicionuar do të arrisë shumë si lojtar dhe do të ketë një të ardhme shumë të ardhë, besoj Arifi, kërkon shumë minuta dhe për të përshëndetur është edhe sidomos mbrojtësi Gomesh, ka lënë një përshtypje të jashtëzakonshme për sa i përket cilësive, vuan kampionati shqiptar për tipik lojtar mbrojtës që din të organizojnë, sidomos me linjën e krautomajt, edhe Eurogola, futet ndërmjet linjave, krijon superioritet numerik në linjat e mesfushës, di të organizojë dhe vetëm me lojtar të tillë mund të rritet cilësia e Superligës, sepse kemi shumë lojtar të huaj, por shumë pak me gishta numërohen që bëjnë diferencën. E sigur të zhverta që do jetë një nivel tjetër nga ajo që pam. Ndeshje. Po pra, këtë doja të thonë, do ju pyes pra për parashikimin edhe pse për ndeshjen midis Apolonisë dhe Iliris ishte i saktë. Po. Tani, Poli nuk... Të dyja isha i saktë, po... Jo, atë nuk e quaj fare, unë nuk e marrë në konsiderat fare atë parashikim, tani më bëni një parashikim për Egnatia Teuta. Unë them barazim, nuk do në tetojnë. Barazim.
Barazime ka parashikuar gjithë javën Gerda Xhiu. Të gjitha, jo vetëm të gjitha, pra gjithë ndeshjet. javën. Unë mendoj që do fitoj Egnatia me shumë vështirësi. Pra Teuta do mundet për herë të parë në këtë kampionat, sipas teje. Mirë, do të shohim se ç'do të ndodhë dhe gjitha për të shijuar kjo përballja do të rezultojë sërish Teuta një macë e zezë për Egnatia siç ka rezultuar deri më tani, apo do të jetë Egnatia që do ta thyej këtë mallkim. Falenderoj shumë Sokol Bulkun dhe Dritan Mehmetin që ishin me mua në këto dy pjesë të para të këtij transmetimi të ditës së sotme. Më pas do të jemi me Kledi Kolën pa diskutim, me raste diskutueshme, por do na bashkohet Ardi Behari dhe Gerda Xhiu. Do të jemi përsëri në studio Vlora. Studio vërtet shumë e bukur. Shijojeni në komendin e Kristo Thoma drejt për drejt në RTS Sport Egnatia Teuta. Bashkë do të jemi përsëri më një herë pas kësaj përballjeje.